Përshëndetje të nderuar miq të Horizontit të Mesditës. Po fillojmë kështu një tjetër takim në cilin flasim për politikë, flasim për shëndetësi dhe flasim për deklarata të cilat vijnë nga Serbia që duket që nuk ka ndryshuar mendimin dhe qasjen që duhet kenë në fakt ndaj shtetit, ndaj shqiptarëve, ndaj atyre të cilët për vite më të tëra ata kishin persekutuar. Por, fillimisht po ndalemi tek aktualiteti politik në vend. Dhe kur përmendim aktualitetin politik në vend, ndër të parat gjëra që na bie në mend janë definitivisht ajo çfarë po ndodh brenda LDK-s. Është folur për një mbledhje të nënshkrimeve, për një kërkesë të një numri të madh të anëtarëve të LDK-s për të bërë shkarkimin e kryetarit aktual, zotërit Abdi Gjiku, për të kuptuar se çfarë realisht po ndodh dhe cilat janë hapat që do të mund të ndërmerren në ditët në vazhdim. Të gjitha këto ne do t'i diskutojmë me anëtaren e LDK-s, zonjën Shqipe Pantina. Përshëndetje nderuar, faleminderit shumë për kohën dhe gjitha informacionet që do ndani sot me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zonja Pantina, ju jeni njëra nga zërat brenda LDK-s që po kërkoni dorëheqjen e Lumir Abdi Gjikut. A është kjo kërkesë vetëm për shkak të rezultatit zgjedhor apo mendoni se problemi është shumë më i thellë? E te kalon këtë elementin e rezultateve të fundit dhe kredo kjo ka të bëjë me një vizion, me një drejtim politik të partisë më të vjetër që dikur ishte më e madhja në vend. Kur zotri Abdi Gjiku mori drejtimin e LDK-s, u krijua një pritje, madje edhe shpresë se LDK-ja do të ringjallet dhe do të kthehet aty ku shumica antarësisë besojnë se e ka venin, tek partia parfituese. Dhe në fillim besojon se Abdi Gjiku kishte një vizion se si duhet të ndodhte kjo. U hartua një program i ri, një platformë e re e cila u quajt Rruga e Re, dhe kishte një entuziazëm madje edhe brenda strukturave dhe brenda antarësisë se LDK-ja po rikthehej pas një humbje që e kishte pësuar në zgjedhjet paraprake. Pra po flas për vitin 2021-22. E qartë. Ajo që ka ndodhi është që në zgjedhjet që pasuan pastaj, pra zgjedhjet që për herë të parë Abdi Gjiku ishte kryetar partie dhe kandidat për kryeministër, LDK-ja doli sërish të treta. Ndonse me një rritje, fitoi 5 deputet më shumë se sa i kishte, pra rriti në 20 deputet, por nuk doli as partia e dytë madje. Megjithatë, kërkush nuk kërkoi që zotri Abdi Gjiku të dorëhiqe apo të jepte llogari, të jepte përgjegjësi, pasi kishte një rritje. Çka ndodhi më pastaj është diçka që të paktën unë e kam vështirë edhe ta shpjegoj, se i gjithë ai entuziazëm që ishte më herët filloi të venitet, dhe ato reformat e premtuara në parti nuk po jepnin rezultate pozitive, përkundrazi filluan t'i thellojnë disa zëra ndryshe, pakënaqësi madje, dhe shumë njerëz që kishin kontribuar për një kohë të gjatë në LDK filluan të anashkalohen me arsyetimin se ata e kishin sjellur partinë në pozitën ku ishte, pra të ishte partia e tretë. Por disa prej atyre njerëzve ishin njerëz që në fakt e kishin bërë LDK-n fituese qoftë në nivel lokal, aty ku drejtonin, apo në nivel qendror, LDK-ja në kohën kur ata ishin pjesë aktive e saj, kontribuonin, ishte më mirë se sa ta zëm që LDK-ja doli në zgjedhjet e dhjetorit të vitit e kaluar dhe pakënaqësitë morën si me thonë kulmin në zgjedhjet të dhjetorit të vitit kaluar, kur LDK-ja mori një rezultat shumë të keq, mund të them, duke dalë me pak më shumë se 13% dhe duke i humbur 5 ulse. Dhe natyrisht se përgjegjësia për këtë i bie më së shumti leadershipit të partisë, gjithsesi kryetarit, edhe për faktin se edhe në ato zgjedhje kryetari i partisë njëkohësisht ishte kandidat për kryeministër, ishte shefi i grupit parlamentar dhe kishte pasur gjithë kompetencat dhe gjithë lirinë që të vendoste edhe për ekipin me cilin donte të drejtonte,
por edhe për strategjinë që duhet ndjekur. Dhe kjo strategji nuk solli sukses. Pra, vetëm gjatë qeverisjes së tij LDK, LDK-ja i humbi dikun 3-4%, gjithsesisht 5 ulse. E qartë. Natyrisht në dhjetor pastaj u mblodh kuvendi dhe shqyrtoi dorëheqjen e tij, ndonse në parim dorëheqja është dorëheqje, domethënë nuk ka vend për diskutim, por arriti që të siguroj numrin e mjaftueshëm të votave të delegatëve të kuvendit që sërish të mbeten e kryepartisë. Dhe aty premtoi pastaj se do ta bënte rikthimin e LDK-s, do ta bashkonte të gjatën, do ta unifikonte partinë dhe partia sërish do të rri me këmbëj. Zgjedhjet e qershorit këtij viti nuk e dëshmuan një gjë të tillë. Rritja prej 3 deputetëve, unë nuk besoj se është rritje, nuk besoj se është rikthim. Nuk u bë unifikimi i partisë, ardhja ose pjesëmarrja në listë zonjës Osmani dhe disa kandidatëve që ishin pjesë e partisë Guxo nuk sollën frytet e Kishi pritje ju personalisht që do të kishin këtë rritjen të kthemi me një lloj rikthimi të zonjës Osmani. Edhe një herë lutem, a mund ta Kishit pritje që do të bëhej kjo rritja e shumë kërkuar e LDK-s, e antarëve, e votuesve të saj me ardhjen e Vjosa Osmanit brenda të themi këtij lloj koalicioni të krijuar? Personalisht nuk kam pas pritje të mëdha, sepse gjatë fushatës së dhjetorit vitit kaluar, unë pata mundësinë që t'jem më shumë në teren, që takoj edhe antarë të LDK-s dhe strukturat dhe ta njoh më mirë se si funksionon LDK-ja nga brenda. Dhe në fakt, unë kam pas frikë se mund të thelloj edhe më shumë ndarjet, po fatmirësisht kjo nuk ndodhi. Megjithatë, personalisht nuk kam pas shumë pritje. Them të drejtën, kam besuar që LDK-ja do të vijë në rezultatin e shkurtit e 2025, pra kur i mori 20 ulset, paktën edhe unë kam pritur që do t'i merr 20 ulse, por nuk kam besuar që do të mbetet kaq poshtë. Dhe ky rezultat me patjetër kërkon një shqyrtim, një diskutim dhe dhënie të përgjegjësisë. Çka po ndodh është se zoti Abligjiku, për dallim prej dhjetorit e vitit kaluar, kësaj here as nuk ofroi dorëheqje, përkundrazi, këmbgul që strategjia e tij ka funksionuar, që LDK-ja është në ngritje sipër, dhe kjo mendoj që i ka irrituar edhe më shumë strukturat e LDK-s, të cilët kanë një pikpamje ndryshe, nuk e shkruajnë LDK-n aty ku duhet ta kishte vendin. Dhe po ashtu sjellja e zotit Abligjiku pas kuvendit të kaluar, kuvendit të LDK-s e kam fjalën, nuk ishte një sjellje që do të premtonte përbashkim. Cila është qasja e tij më saktësisht ndaj personave ose më mirë të themi antarëve të partisë, siç jeni ju e siç janë shumë zëra të tjerë të cilët janë goxha të fuqishëm dhe kanë një rol shumë të madh brenda LDK-s. Cila është qasja e tij ndaj këtyre të themi personave, ndaj këtyre antarëve, të cilët nëse shohim të kaluarën kanë pas një kontribut të jashtëzakonshëm në krita të që sot është LDK? Të them drejtën, nuk e kam fare shqetësim të qasjen e tij ndaj meje apo ndaj individëve të caktuar. Edhe pse këta njerëz mund të jenë njerëz që kanë kontribuar një kohë të gjatë. Për mua është qasja ndaj kauzave edhe strategjisë që kanë ndjek partia. Po, edhe sjellja ndaj individëve është pjesë e kësaj strategjie që mendim është e gabuar. Ti nuk mund të ndonse je kryetari një partie, ti nuk mund të sjellësh vendime arbitrare. Ani pse unë mendoj që LDK-ja ka nevojë edhe për disa ndryshime statutare, sepse statuti i LDK-s i jep shumë kompetenca kryetarit, prandaj edhe i kërkohet përgjegjësi, sepse ai e ka të drejtën, e ka lirinë të sjellë shumë vendime. Ta zëm, të paktën nga përvoja ime deri tashme, kryetari natyrisht ai ka mund edhe të konsultohet me antarë të tjerë, kryetarë të degëve,
por ai e bën propozimin edhe të Këshillit Përgjithshëm edhe të Kryesisë. Pra, anëtarët e tjerë nuk e kanë një mundësi të tillë që ata të sjellin propozime tjera. Dhe Kryesia e kaluar, unë nuk jam e sigurt se çfarë legitimiteti ka. Kryesia tanishme, më fal, sepse ajo asnjëherë nuk u votua në Këshillin e Përgjithshëm. Pra thua që nuk ka një mendim të dytë brenda kësaj kryesie, përveç atij që ka zotri Avdiçiku. Jo, një vendim të dytë, aty ka emra të cilët nuk pajtohen me zotin Avdiçiku. Por që nuk merren parasysh këto mendime. Nuk po marrin pjesë në përmbledhje sepse nuk e konsiderojnë kryesinë legjitime. Kryetari mund t'i propozoj emrat, mund të arrisë numrin e anëtarëve të kryesisë, ta zvoglohet siç ka ndodhur të kaluarën. Megjithatë, këta emra duhet të konfirmohen, duhet votohen në Këshill të Përgjithshëm. Dhe kjo nuk ka ndodhur në pas kuvendit të dhjetorit të vitit e kaluar. Dhe siç thash, edhe rezultati i fundit i zgjedhjeve e ka rritur edhe më shumë pakënaqësinë e strukturave dhe unë mund të them se kjo kërkesë nuk po vije siç është pretenduar nga disa kryetarë të degëve. Kërkesa ka ardhur nga struktura, nga antarësia, të cilët ju kanë kërkuar, kanë diskutuar, kanë analizuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit dhe kanë ardhur në përfundim se ky leadership, dhe unë kur them leadership nuk bëhet fjalë vetëm për kryetarin. E qartë, kam qartë. I cili ka qenë i angazhuar, ka hartuar strategjinë, ka ndjekur, e ka ekzekutuar në fakt fushatën dhe strategji e cila nuk ka dhënë rezultate. Prandaj, ne kemi folur LDK tashmë është bërë një traditë dhe prandaj për me disa që kanë folur unë, disa antar, madje antar të nivelit lartë LDK-s, është e habishme reagimi i zotit Abdiçiku, sepse ata thonë që kështu ka ndodhur çdo herë në LDK. Edhe zotri Fatmir Srediu, pasi nuk ka treguar rezultate, pasi LDK-ja i ka humbur zgjedhjet, pra nuk ka dole para si parti fituese, nuk është zgjedhur më. Edhe zoti Mustafa dha dorëheqje të parevokueshme, ai nuk priti që kuvendi t'ja konfirmonte, t'ja miratonte apo jo, ai dha dorëheqjen tamam siç duhet të bëj një. Dhe me që nuk kemi një dorëheqje të tillë të zotrit Avdiçiku, ne jemi dëshmitar të, nëse mund ta quaj, një procesi të mbledhjes së nënshkrimeve nga antarët, nga të gjithë ata të cilët janë pjesë e strukturave të LDK-s. Antarët e kuvendit, sepse vetëm ata kanë të drejta. Është një numër i caktuar që të kërkohet më pas një kuvend për të bërë shkarkimin e kryetarit. Deri ku kemi arritur, ose deri ku keni arritur në këtë proces, zonja Shqipe? Ne patëm shumë emra të brenda LDK-s të cilët dolën publikisht në mesin e tyre edhe ju që thatë jeni kundër kësaj udhëheqje të partisë. Deri ku ka shkuar ky proces dhe përkundër faktit që kemi një numër goxha të madh të numrave, ne jemi dëshmitar të deklaratave të zotrit Avdiçiku, i cili fare thjesht thotë jo, nuk jap dorëheqje. Veç ta sqaroj një herë, mas pari unë jam kundër mënyrës së udhëheqjes së partisë, jo kundër njerëzve. E kam të qartë, ne gjithmonë po flasim për këtë. Veç du të sqaroj për opinionin publik, sepse kjo pastaj po interpretohet në forma ndryshme. E qartë. Nëse nesër zotri Avdiçiku reflekton, ndron qasjen dhe thot, unë e kam parë se kjo metodë nuk ka dhënë rezultate dhe unë jam i gatshëm që të prezentoj një strategji të re dhe në këtë strategji dua të punoj me gjithë ata që kanë vullnetin, interesin dhe mbi të gjitha kapacitetin për ta bërë këtë, unë e para do t'ulem dhe do ta shqyrtoj, them, okej, hajde ta shohim cila është strategjia, cilët janë njerëzit që mund ta zbatojnë më së miri këtë strategji dhe ta nxjerrin LDK-n fituese. Por nuk kem parë një qasje të tillë, përkundrazi zotri Avdiçiku insiston se ajo që ka bërë, mënyra si ka qeverisur ai partinë është në rregull dhe tani madje ka ngushtuar edhe më shumë rrethin e vendimarrjes. E pam që në takimin e fundit me zotrin Kurti për diskutuar një koalicion të mundshëm, ai ishte vetëm me zonjën Osmani, e cila për hir të vërtetës nuk ka asnjë lloj funksioni në LDK, madje zyrtarisht thoni që duhej të merrte dikën tjetër në vend të zonjës Osmani, dikën prej tjera figura të rëndësishme që
ka LDK-ja. Po kjo çështje s'ka rëndësi emri i përveshëm, duhet dikush Sigurisht. Pikërisht këtë po them. Prap po them, anashkalimi i strukturave apo tentimi me manipulu, siç ka ndodhur tazëm edhe me kolegjin, siç e quajnë të degëve, sepse kjo nuk është një strukturë formale brenda LDK-s, apo me kryesinë e cila kryesi nuk e ka legitimitetin e duhur, nuk është konfirmuar, nuk është votuar nga Këshilli i Përgjithshëm, e bën edhe më shqetësues mënyrën se si po drejtohet LDK-ja tani. E qartë. Në anën tjetër, pra po them, mënyra e menaxhimit të zgjedhjeve të kaluara, ju e thatë edhe më herët, anashkalimi i disa figurave që kanë dhënë kontribut goxha të rëndësishëm në zgjedhjet, jo vetëm zgjedhjet e mëhershme, por në gjithë LDK-n, e bën këtë formë të drejtimit të partisë jo efektive dhe që nuk jep rezultate që duhet t'i ketë një parti politike, dhe LDK-ja me të drejtë don këtu pajtohem me antarësinë, me strukturat, se LDK-ja nuk duhet kënaqet me vendin e tretë. Prandaj është kjo iniciativë tani se ku ka shkuar procesi, sa në nënshkrimje mbledhur, të them drejtën, unë nuk e di, sepse unë nuk jam një nga njerëzit organizator të kësaj iniciative, nuk ka marrë pjesë në mbledhjet në nënshkrimeve, po është e vërtet unë e kam dhënë nënshkrimin tim për thirrjen e kuvendit, ku duhet të diskutohet përgjegjësia të gjithëve, sepse unë nuk mendoj që përgjegjësia megjithatë duhet kufizohet vetëm te kryetari, por aty kulmon. Por duhet ta dim kush është marrë me hartimin e strategjisë së këtyre zgjedhjeve, çka ka ngecur, sepse nuk besoj se janë thjesht vetëm që kanë qenë njerëzit jo të duhur në pozita drejtuese jo të duhura, por mendoj se kanë shkuar edhe gjëra tjera gabim, gjitha këto duhet diskutohen dhe në fund po unë jam për kërkim të përgjegjësisë. E qartë. Zonja Pantina, nëse të themi potencialisht kemi një kuvend të jashtëzakonshëm, blidhet dhe parashtrohet kjo kërkesa për dorëheqjen e Abdigjikut, çka nëse nuk ndodh një gjë e tillë? Çka nëse përsëri kuvendi nuk të themi i jep edhe një tjetër mundësi zotrit Abdigjiku? Ku e shihni LDK? Vazhdojmë deri në zgjedhjet e ardhshme të rregullta, ku pastaj do të ketë një garë, por unë mendoj se LDK-ja do të shkojë komplet në zgjedhjet parakohshme, jo vetëm të shkarkohet kryetari apo kryesia dhe të zgjidhet një kryetari i ri nga ky kuvend, por i duhet një ristrukturim i tërësishëm dhe siç thash duhet bërë edhe disa ndryshime statutore, sepse ato janë disa edhe pengesa në statutin aktual dhe siç thash edhe më herët, ka kompetenca 8 të zgjeruara kryetari, i cili pastaj mbishet me shumë përgjegjësi. Unë mendoj që LDK-ja në praktik është më shumë një parti, një organizat kolegjiale, ku vendimet merren nga një grup më i madh i njerëzish. Dhe kështu do të ndodhë edhe me status pastaj, që kryetari të mos e ketë i vetëm përgjegjësinë ose të drejtën që të propozojë kryesinë, Zonja Pantina, të kenë të drejtë edhe anëtarë tjerë të Këshillit të Përgjithshëm ose të kuvendit të propozojnë dhe pra të mos kemi një njeri fuqiplot, nëse mund të themi kështu brenda partisë, po të ndahet në mënyrë racionale të gjitha përgjegjësitë. E kuptoj. Një pyetje të fundit, zonja Pantina, sepse ju kam premtuar që nuk do t'ju mbaj shumë gjatë. Krejt kjo çfarë po ndodh brenda strukturave të LDK-s, a mendoni që në fakt e pengon këtë bashkëpunimin që do të mund potencial që do të mund të kishin mes LDK-s dhe lëvizjes vetvendosje për krimin e institucioneve, duke qenë se ne përmendëm zëra dhe figura shumë të rëndësishme të LDK-s, të cilët në vazhdimsi kanë qenë kundër krejt asaj çfarë qeveria në detyrë ka bërë dhe vazhdon të bëjë edhe në ditët e sotme. Tash sa e pengon nuk e di, por ju bëj këtë pyetje duke qenë sepse ju keni kaq kohë të gjatë që jeni në politikë, keni qenë deputete dhe e di që e kuptoni shumë mirë se si
Çfarë efekti mund të kenë problemet të brendshme të një partie në krijimin e një koalicioni me një parti fituese? Tani çfarë do koalicioni i mundshëm me LDK me vetëvendosjen prap duhet kthehet edhe të votohet në Këshillin e Përgjithshëm. E qartë. Pra prap struktura duhet pyeten edhe të konsultohen në një anë. Në anën tjetër, po ashtu ky koalicion për të votuar në kuvend duhet ta ketë mbështetjen e gjithë deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sidomos nëse flasim për pozita siç është presidenti i vendit, e për zgjedhjen e cilit duhet të paktën të 80 deputet të qëndrojnë në sallë. Dhe nëse ti paraprakisht nuk e ke diskutuar këtë çështje, nuk e arritur një konsensus të brendshëm brenda grupit parlamentar apo brenda kryesisë, si do të mund ta ekzekutosh një vendim të tillë apo një marrëveshje të tillë, sepse pastaj këta deputet kanë të drejtën të thonë që nuk na ke konsultuar, nuk na ke pyetur, nuk e ke marrë mendimin dhe qëndrimin tonë dhe sot qëndrimi jam është ndryshe edhe unë nuk du ta votoj. E qartë. Prandaj nuk bëhen kështu gjërat në politikë. E kuptoj. Vendimet fillimisht para se të merren duhet të diskutohen, njerëzit duhet të jenë të përfshirë. Dhe prandaj edhe unë jam kritike dorën në zemër në mënyrën e qeverisjes së LDK-s, se për mua prania ime, pjesëmarrja ime në politikë është parimore. E qartë. Nëse sot ti më jep indikacione treguese të tilla, nëse kështu e drejton parti, nëse kështu i merr vendimin parti, nesër në të njëjtën mënyrë i merr në qeveri. E qartë. Prandaj ne e gjithë përpjekja jonë është në fund të ditës për të siguruar një qeveri të përgjithshme, e cila kujdeset për interesin e qytetarit. Po ashtu për mua nuk është e rëndësishme fort se çfarë pozita do të marrë LDK-ja në qeverinë e ardhshme nëse arrihet një koalicion i tillë, por cili është programi, cilat janë qëndrimet, cilat janë projekte që LDK-ja do me i shty përpara. Duke pas parasysh sidomos faktin që LDK-ja është një subjekt i gjatë, kurse vetëvendosja është e majtë. Në cilat projektet që i përkasin politikës së të djatës dojnë me i shty LDK-ja përpara. Për shembull, për mua është shumë e rëndësishme orientimi ynë strategjik në politikën e jashtme, raportet tona sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës që deshëm apo s'deshëm nuk janë në nivelin më të mirë të mundshëm. Vazhdimi i dialogut ne mund ta fusim sado në tepi këtë çështje dhe të mos flasim për të. Por ne dim që është problemi kryesor që po e pengon Kosovën drejt procesit të integrimit. Si mund flasim ne për hapjet negociatave për anëtarësim në BE, kur ne ende nuk e kemi bën hapin bazik, hapin fillestar që është fshinësia mirë. Ne ende nuk kemi raportet mira fshinësore me Serbinë. Madje, kjo është problem shumë i madh, ne ende nuk konsiderohemi fqi, sepse Serbia ka ende pretendime territoriale mbi ne. Ata do e marrin dëshkimin e vet për këtë punë, po ai është problemi i Serbisë si ata e zgjedhin këtë çështje. E qartë. Ne duhet t'i kryjmë detyrat tona. E qartë. Dhe është puna dhe e orientimit ekonomik. Mënyra se si vetëvendosja flet për zhvillim ekonomik dhe mënyra si LDK-ja flet për zhvillim ekonomik nuk pajtohen kërkun këto dy koncepte. E qartë. Edhe tashti a do i nënshtrohet LDK-ja vetëvendosjes duke u pajtuar që shpërndan ndihma nga 100 euro e kështu me radhë, apo do pajtohet vetëvendosja me politikat e LDK-s e që janë investime, projektet mëdha kapitale të cilat çojnë drejt zhvillimit. Pra këto janë çështje që duhet negocione, jo kush do bëhet president, e kush do të bëhet kryeminist, e kush ministër e kështu me radhë. Dhe takimi i fundit ka qenë komplet jo transparent. Nuk e dim se çfarë është biseduar. As ju brenda LDK-s nuk e dini se çfarë është folur në këtë takim? Absolutisht jo. Unë nuk jam pjesë e kryesisë, po siç thash për mua kryesia po ashtu nuk është legjitime dhe nuk ka një takim të Këshillit të Përgjithshëm apo ta shohim se kur do të mbledhet kuvendi dhe nëse aty do të diskutohen këto çështje, por nuk mundet një njeri vetëm edhe nëse ai është kryetari i partisë të marrë vendime, cilat pastaj
i përfshin edhe të tjerët, sepse ai vendimi qartë. mund ta merr kot nëse deputetët nuk pajtohen dhe nuk e votojnë këtë nismë në Kuvendin e Republikës. Zonja Pantina, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe të gjitha informacionet dhe mendimet që ndave sot me ne dhe shikuesit e Horizontit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.